Edhe shumë vite tjera të lumtura për të dashurën Leze, ne kalojmë në një tjetër material i cili ka të bëjë me një këngëtare shumë simpatike, e ajo është Beatrix Ramosaj, të cilën keni pas rast ta shihni këto kohë të fundit në Your Face Sounds Familiar, ndërkaq për herë të parë në prive, ajo do të na tregojë më shumë për lidhjen e saj, e cila tashmë nuk ekziston. Pse u nda nga i dashuri dhe kur e ka në plan të na sjellë ndonjë projekt muzikor, e shohim bashkë në vazhdim në pyetjet tona, në të cilat është përgjigjur vetë Beatrixa. Me tipare unike në fytyrë, është vetëm 22 vjeqe, por nuk mund themi se s'ka sharr prania e saj në botën artistike shqiptare. Beatrix Ramosaj është një këngëtare e njohur, është e re, e bukur dhe më se gatshme për të kafshuar skenën. Quhet Beatrix, njëjtë si ish mbretëresha e Holandës. Por suksesi i saj në botën e muzikës po e shfaq atë pak nga pak si një princeshë të vogël të muzikës. Mbështetjen e vetme që e kum pas e kom mamin, do me thonë, para menon sa e vështirë është me sjell projekte, sepse në ditët e sodit është po janë medve çdo emra, do që i kanë kriju mundësit edhe që i kanë pas atë mbështetjen, edhe ata i kanë mundësit edhe realisht e kanë shumë atë thjesht me sjell klipe, gati çdo një javë, po nxjerrin ashtu every month, a diçka. Edhe nuk është shumë e lehtë, po prap me ato mundësit e mia, jam mundu që me qenë pranë tregut. Aktualiteti i saj është i padiskutueshëm, pati ose nuk pati këngë të një pasnjëshme. Paraqitja e saj tani në Your Face Sounds Familiar na lagoi hapur me dalën e parë si Britney Spears, e njëkohësisht të dytën, si Rihanna. Një javë ka kalu, është ndoshta një nga eksperiencat më të bukura që po e përjetoj. Përveç se kemi qellu kast shumë i mirë, artista shumë të mirë, energjia është nuk mundi me ditë sa nice është të shku. Produksioni krejt perfect. Seni ma i mirë është që për shembull për një minutë e gjysmë, 2 minuta ti mundesh me përjetuar senin që është epi televizorit. Like ti është Rihanna and you're like, oh zot sa kisha dash një moment me kon me përjetu si ajo, din qatë kong ose qatë performance, edhe tash mu ka dhonë mundësia edhe like jom të e bo. Këtë javë e kom Rihanna. I gjithë ky mund nuk e di mja vlen apo jo, të paktën është zgjedhja e saj dhe kënaqësia që Trixa merr është më se dokshme. Po në rast se do t'i binte të bëhej Genda Ismaili dhe të imiton televizit e saj mjaft vështira, duke marrë parasysh performancat e Gendës, a do të provonte Trixa edhe rrëzimin në skenë që t'i ngjante sa më shumë asaj? Duhet me gjithmonë, oh my god, nëse më kisha ardhur puna me u bo për një mes, ajo me siguri që kisha përfundu të urxuar. Edhe besoj që shumë mire kisha bo origjinal. E hapur për secilën pyetje apo komentim, e hapur për atë që i dhemb e për atë që nuk janë ndjen. Beatrix Ramosaj pas ndarjes nga lidhja e parë me Ervin që ishte me të afro 3 vite, nuk dha shumë. Pas një shpjegim, u fshin të gjitha fotografitë që kishin bashkë me tashmë ish të dashurin, kur deri përpara pak kohësh dukeshin shumë të dashuruar dhe në harmoni. E gjitha çfarë deklaroi Beatrixa ishte: njerëzit njihen, dashurohen, jo gjithçka mund të ecë. Jam shumë e lumtur që atë eksperiencë kum kalu me një njeri që për një me ma ka ditë vlerën, edhe më kam mbështet shumë në çdo moment, edhe u kon diskutohet që u kon frymëzim për mu, sepse unë e kum sjell shumë projekte, shumë sene, për gjithçka më ka motivu shumë, edhe unë nuk jam njeri që i mohoj këto sene, sepse unë jam mas pari jam I really appreciate it, adin për ato vite që ai u kon jetën tem, u kon për një arsye, edhe
Gjithë shka e ka atë fundin e vetë edhe pse unë gjithmonë jom rritmat mendimin forever, apo din, e kom edhe tattoo, po që në jetën reale ndodhë ndryshe. Erdhi momenti që thash Beatrix zgjohu, kjo është jetas, gjithë shka e ka kufinin e vetë. Këngëtare që tashmë duket më e pjekur, më e fortë e larg asaj bështësisë së sinqertë që dikur gëzonte, a beson që përfundimisht gjërat e bukura kanë marrë fund dhe për këtë fakt a është duke vuajtur nga lidhja e parë? Unë jam shumë njeri i fortë. Nuk vuj me vujt, apo din, nuk jam të vujt, unë jam shumë e lumtur. Po jetoj, realisht jam të jetu në maksimum, po jam një njeri që gjithë çka të më vjen, çdo sfidë, çdo moment unë e jetoj në maksimum, and I love it. As I don't care çka kanë me thonë njerëzit, I don't really care. Kjo jam une, ju po në gjeni Beatrixën realisht edhe nuk më pëlqen mu shtirë a diçka, s'kom qef mu shtirë. Nëse une sot jam këtu, nashta nesër ku me kon diku shumë më nalt, nuk kom e ndryshu. Du njerëzit me mjoftë për këta që jam, nuk po vuj, no. Thjesht jam shumë natyrë emocionale dhe adin çdo moment kom qef mos me ndalë emocionet e mia. Kom qef me ju kallëzu si pesheni vetë, besoj që e kom transmetu atë pak jetë, adin atë pak moment që po dion. E gjithë kjo eksperiencë, kohët e fundit me jetesën e saj, a do ta ndaloj të dashuroj më shumë dhe me rezerva herë në ardhshme, apo do ta përjetoj të njëjtin ritëm dashurie si dikur? Apo ndoshta edhe më shumë kur diçka e tillë t'i ndodh? S'diskutohet që ku me dasht prap se nëse në këtë jetë ka ndonjë sen më të vërtetë dhe ndonjë sen më të bukur, atë pak jetë gjatësi me pas, sikur edhe një shikim ose sikur një ditë ose 2 vjeta, nuk e di, ku me dashuru me shpirt sa të mundem, çdo moment. I love to love, I love love. Really, për në me. Ende gjërat nuk janë të tejkaluara, dhe për këtë fakt s'mund ta fajsojmë. Çdo njeri që dashuron ditë lëndohet, por ky fakt këngëtaren nuk po e pengon asnjë moment të vazhdoj punën për këngët e reja, që sipas njerëzve të afërm, vera e 2017-s do të jetë e saj. Do të ketë plot këngë nga ajo.